Pejgamberi I Zotit Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: Sayyidul istighfar, që do të thotë zotëria I kërkimit të faljes tek Allahu, është të thuash: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Në gjuhën shqipe do të thotë: O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Ti më ke krijuar mua e unë jam robi yt. Unë qëndroj në besën që ta kam dhënë dhe I besoj premtimit tënd, sa të mundem. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e asaj që kam vepruar. Unë I pranoj begatitë e tua mbi mua dhe I pranoj gjunahet e mia. Andaj më fal mua, nga sa askush tjetër nuk I fal gjunahet përveç teje. Kush e thot gjatë ditës apo në një pjesë të saj, me bindje në të, dhe vdes në po atë ditë, pa perënduar dielli, ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Kush e thot gjatë natës apo në një pjesë të saj, me bindje në të, dhe vdes në atë natë pa arritur mëngjesi, ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Në fillim të këtij dhikri, kemi lavdërim ndaj Allahut të Madhërisëm dhe pranim të tauhidit, pastaj pranim të begative të Tij, pastaj pranim të shkujdesjes ndaj obligimeve të Allahut, pastaj kthim me pendim tek Ai dhe kërkim falje prej Tij. Ky dhikr është istighfari më I mirë, krahasuar me të gjitha istighfaret e tjera. Kjo për shkak të kuptimeve që përmban. Ky dhikr është forma më e mirë dhe më e plotë, me të cilën njeriu bën kërkim falje tek Allahu I Madhërisëm. Kur ti e hap dhe e mbyll ditën me këtë istighfar madhështor, me kuptimet e larta të saj, siç përmendëm, atëherë padyshim se do të vijë shpërblimi I Allahut të Madhërisëm.